Dhe njëherë për durimin edhe interesimin e vazhdueshëm për të përcjellë seancën konstituive të Kuvendit të Republikës, nga krejt ajo çfarë e deklaroi zotri Murati para nesh, ne në emër edhe të dy partive së bashku me lëvizjen vetëvendosje që jemi në listën fituese, duam të deklarojmë që në përmbyllje të gjithë kësaj sage, për herën e nëntë që u mblodhem sot, e kuptuam, në fakt janë të qarta dy argumente shumë të forta. E para është që partitë e opozitës në asnjë formë ose mënyrë nuk po kërkojnë zgjidhje, po duan të mbajnë këtë blokadë, dhe e dyta që koalicioni i tyre apo marrëveshja dhe dakordimi i PDK-s, LDK-s, AK-s dhe listës sërbe është ende funksional. Në formën e prezantimit të argumenteve se kinse nuk ka të drejtë kryesuesi i seancës të ndrojë formën e votimit me deklarime se është antikushtetuese, në asnjë argumentim nuk u përmend ndonjë kushtetues apo i rregullores së punës të Kuvendit që parandalon votimin e fshehtë. Në të kundërtën, votimi i fshehtë parashihet e sidomos bazuar edhe në udhëzimin e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në letrën e presidentes drejtuar partive politike dhe Kuvendit të Republikës për të zhbllokuar këtë situatë dhe për të gjetur mënyra për dalë nga kjo situatë. Ne po mundohemi maksimalisht, qoftë me komunikim të drejtë për drejtë, qoftë me ftesë në nivel të kryetarëve të partive siç ndodhi sot, por edhe me mënyrën e formës së votimit në cilin do të lirohej ose do të mundsohej që vullneti i deputetëve të shprehej përmes votimit të fshehtë, por ajo as nuk u pranua si alternativë. Dhe kjo formë e refuzimit të çfarëdo zgjidhjeje me kushtëzim apo me subjektivizim me emër të përveçëm, është formë e cila e tregon se nuk ka interes për të konstituuar Kuvendin. Ka interes për të mbajtur shtetin e bllokuar. Ne do të mundohemi prapë, nuk është kjo fundi, ne do të vazhdojmë të propozojmë zgjidhje tjera. Por edhe një herë ritheksojmë se sot as nuk erdhi deri te votimi për kandidatin ose kandidatën e propozuar nga ne për kryetare të Kuvendit. Do të thotë sot u bllokua procesi. Sot votimi nuk ka ndodhur. Se e pash edhe në shumë prej mediave të respektuara që keni deklaruar se dështon Albulina Haxhiu. Sot nuk erdhi fare as propozimi për kandidatën për kryetare të Kuvendit. Sot u bllokua që në start çfarëdo tendence ose mundësie që të kemi një rezultat pozitiv për konstituim të organeve të Kuvendit. Prandaj duhet të tregojnë shumë qartë ku e kanë hallin, se diku një hall shumë më i madh është se sa funksionalizimi i Kuvendit. Duket se halli i tyre është se nuk janë votat për qeverinë që ata pretendojnë se mund ta bëjnë, apo duket se duan që çdo gjë ta bëjnë çështje të pazarit politik. Pazar politik, marrëveshje politike nuk bëhet për çështje të konstituimit të Kuvendit. Qytetarët kanë folur, mandatet i kemi marrur, emrat dhe votat janë publike, raporti është votuar në Kuvend. Tani veç duhet të formohet Kuvendi në mënyrë që të procedohet me formimin e qeverisë. Që është gjithë kjo ngarendje që në secilin hap, në secilin tentativë të deklarohemi ose të mundohen të na portretizojnë si bllokues, shantazhues, njerëz që mundohemi me forcë të marrim votën. Askujt për asgjë me forcë nuk po mundohemi t'ja marrim asnjë vot ose shprehjet vullnetit. Po mundohemi të gjejmë zgjidhje. E pat deklarimet e deputetëve se këto janë shkelje kushtetuese, i inkurajoj që të kërkojnë interpretim nga gjykata kushtetuese. Tashmë e kanë marrë mandatin. Tashmë janë zyrtarisht të verifikuar edhe me votën e tyre të konfirmuar. Prandaj le ta dërgojnë gjykatë kushtetuese, mos ta maltretojnë një popull të tërë me këto komente nga foltoria e Kuvendit, që nuk përndryshe dhe ata kanë bërë shkelje, se kjo seancë nuk parashet debat. Është e qartë me rregullore. Në seancën konstituive nuk pat debat, sot përveç debatit pat edhe thyrje, edhe etiketime. Prandaj kjo formë e shprehjes së mllefit apo mërzisë të tyre për rezultatin zgjedhor nuk duhet t'ju përcjellet qytetarëve. Le të reflektojnë edhe një herë. Le ta shohin se ata ne nuk mund të na bëjnë kushtëzime, por asnjë atyre s'ju bëjnë. Të formojmë Kuvendin dhe pastaj vazhdon procesi për qeverinë, i cili është saktësisht i precizuar. Ja kisha përcjell fjalën edhe kolegut tim nga Guxo, zotri Faton Peçi, dhe pastaj Okej, ne deklarim shkurt para se të përgjigjemi pyetjes. Unë mendoj që Kosova si rrallëherë ka nevojë urgjente që të ketë institucione legale dhe legjitime të dalë nga vota
e qytetarëve të Republikës Kosovës që e kanë shprehë dhe demonstruar me datën 9 shkurt. Funksion të kësaj ne vazhdimisht jemi shumë racional, edhe me mirësi po kërkojmë që thjesht ata të reflektojnë për shkak se konstituimi i kuvendit nuk është çështja e kompromisit ose një marrëveshje politike. Marrëveshja politike do të vije atëherë kur ne ta kemi kuvendin e Republikës Kosovës të konstituuar. Në funksion të kësaj ne jemi të vetëdijshëm edhe për numrat, e shumë përfolur se cilët janë ata, por megjithatë edhe një herë po e përsëris. Gjithë ata që dëshirojnë që koalicioni vetëvendosje, guxë dhe alternativa të mos qeverisë me vendin, e që në partitë aktuale opozitare, le të krijojnë këtë mundësi duke mundësuar votimin e kryetarit të kuvendit edhe të nënkryetarit. Çështja e dytë, unë besoj që edhe sot është përfaqësues para qytetarëve, para jush, që ekziston një koalicion që edhe gjatë fushatës zgjedhore unë e kam parashikuar, jashtë të quajtëri koalicioni Plas. PDK, LDK, AK dhe Lista Srpska. Ekziston ky koalicion. Kanë vështirësi sipas gjitha gjasave për me mujt me pa ose projektu veten si mandatar të qeverisë së ardhshme, por megjithatë kjo është përfaqën këtë seancë. Çështja tjetër, në vazhdim asaj që kolegja Zonja Kusari e potencoi, është shumë e qartë. Gjithë ata që pretendojnë që kjo seancë përbën thyrje të rregullave të rregullores të kuvendit, edhe të gjykatës kushtetuese, ne nuk jemi ata që e bëjmë një interpretim të tillë, edhe nuk jemi autoritetit që vendos nëse ka ose nuk ka. Personalisht për bindjen time, mendoj që akt gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 ka precizuar se shkelje kushtetuese është deputet të zgjedhur dhe të detuar, të cilët refuzojnë që të marrin pjesë në proces të votimit. Për mua personalisht, partitë opozitare, PDK, LDK, AK dhe Lista Srpska sot kanë bërë shkelje kushtetuese. Por sidoqë të jetë, meqense ne tash e kemi dhënë betimin dhe gjithë deputet janë deputet në kuptimin fuqi plot dhe të mandatit që ata posedojnë, le të drejtohen gjykatës kushtetuese dhe kjo mund të jetë njëra nga rrugë zgjedhjet prej shumë alternativave të tjera. Mimoz përgjigjem pyetjen. Okej. Në fakt ne donim që si proces i cili po shihet se po përcjellet me shumë presion, të lirojmë ose të ofrojmë mundësinë që ai proces të kalojë në një format tjetër, i cili gjithmonë është që tregon vullnetin e drejt për drejt të deputetëve. Ka deputet të ndryshëm që kanë deklaruar, po them edhe një herë, jo drejt për drejt, por që kanë deklaruar që janë të interesuar të gjejnë zgjidhje që të zhbllokohet situata, prandaj kanë formën më të mirë të mundshme. Përderisa janë drejtuesit e partive që deklarojnë në vazhdimsi deklarata që shkojnë konform frymës bllokuese, jo është bllokuese. Prandaj kjo do ishte forma më e mirë të shohim se me të vërtetë është vullneti të gjithëve, të shihet për qëndruar këtë situatë apo ka ndonjë bindje tjetër. Po prapë po e them, sot u votu kundër procesit. Kandidati as nuk u propozua ende. Do me thonë, ata janë kundër me frikën e tyre se mund t'ju ndodhë diçka që ata nuk e kanë kontrol. Nëse janë aq të bindur se kandidatja e propozuar nga lëvizja vetëvendosje nuk kalon, pse atëherë nuk e votuan procesin? Ose nëse janë të bindur se është shkelje kushtetuese, pse nuk shndruan në sallë dhe pastaj ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese procesin? Asnjërin as tjetrën u bën edhe prokurorë dhe gjykatës vet. Morën edhe verdiktin që kjo është shkelje, morën verdiktin për të gjitha që e papranueshme është zonja Haxhiu ende pa u prezantuar sot kandidatja dhe ikën. Prandaj kjo formë edhe kjo mënyrë e komunikimit me publikun, me të pavërteta e para dhe e dyta me mbajtje në bllokat të institucionit më të lartë, përderisa pastaj dalin këtu te ju dhe ju përmendin problemet e qytetarëve, gjithë jemi të vetëdijshëm. Ndoshta disa ndjejnë peshë më shumë se disa tjerë. Por, nëse janë me të vërtetë të interesuar me atë çfarë deklarojnë, konstituohet kuvendi dhe pastaj procedojmë me qeverinë. Nëse ju jeni të bindur që partitë e tjera nuk e kanë nivelin e deputetëve që në kontroll, dhe i tutën votimit të shpejt, a i vjen kjo që VV dhe ju të tjerë në koalicion e keni të sigurt ndaj votës dikujt prej tyre? Unë prapë po them se s'mund të mirem me paragjykime mbi atë se si do të votojnë deputetët e opozitës. Jo, është mënyra më e mirë për të verifikuar është shkojmë votim. Dhe nëse del votimi krejtësisht i njëjtë, atëherë e dim. Nëse del votimi ndryshe, atëherë e kuptojmë se pse u mbajt kjo bllokat deri në këtë ditë. Publika.
të deri tashme dhe të ardhshme po duket. Në rregull, që ka koalicion të fshehtë me listën serbe. Në çka bazoheni për këto akuza? Kam pasur takime institucionale këtu në kuvend dhe nëse po atëherë me deputet i bie që janë të kuvendit të Kosovës, apo kanë komunikuar me persona të tjerë që kanë ndikim në listën serbe për të pasur një koalicion të tillë. Në çka bazoheni kur i hedhni këto akuza ndaj e Ju ishit në sallë, besoj. Ju e pat procesin e deklarimit të grupeve parlamentare. Çka ndryshoi deklarimi i Igor Simiqit prej deklarimeve të dy parafolësve të tij nga dy grupe tjera parlamentare? I njëjti ishte. Të tri partë ishin të brengosur për shkelje në procedurë. Domethënë ishte eksaktësisht i njëjti deklarim mbi bazën e njëjtë. Nëse nuk kam pasur dakordim, mund të kishte diçka pak më kreative, po besoj. Të tjerat ajo çfarë dukej. Deputatët që do të votohet në mënyrë të fshehtë, në mënyrë që të koordinohen atë shpejt. Ka mundësi me rrallë vetëm i gazetarëve. Në këtë pyetje unë mund të flas për atë çfarë dëgjova dhe dëgjoj gjithë opinioni publik. Zotri Krasniqi nga Partia Demokratike deklaroi se ajo ishte çështje që u diskutua edhe në takim me kryeministrin Kurti. Sikur të ishte zotri Abdigjiku në takim, do të mund ta kishte edhe ai këtë informacion ose këtë diskutim. Kjo nuk bëhet fshet. Kjo është bë me qëllimin dhe idenë për të dalë nga blokada. Edhe përderisa nuk ka në këtë formë dakordim ose mendim se duhet të zhbllokojmë, atëherë do të sillen ashtu siç po sillen. Ku ka thonë se nuk ka dërguar asnjë SMS. Përveç kësaj, ai ka thënë se ka në Ministrinë e Bujqësisë ka disa dokumente të cilat thotaj që jo i anashkaluar dhe bëhet fjalë për udhëtim disa kokave dhe se do të vetë po tentojnë të përshawë të çka bëhet fjalë. E para nuk mendoj që është tema kryesore që prekupon qytetarin e Kosovës. Okej. Tash apo flet për marigonën apo për Genia. E para nuk mendoj që është, po më lejo të jap përgjigje. E para nuk mendoj që është prekupimi kryesor i qytetarëve çështja e komunikimit të një personi fizik që nuk ka asnjë mandat. E dyta, unë u përgjigja në pyetjen që ju ma shtruan, për shkak të respektit që vazhdimisht ndonë para gazetarëve për me dhënë opinionet dhe vlerësimet e mia. Mes tjera shumë thash që nuk është kulturë e mirë politike që komunikimet, biseda telefonike të nxjerrën jashtë dhe të nxjerrën nga konteksti dhe tentohet që të krijohet një opinion i tillë. E treta, unë në hyrje thash, ka nga ata që janë aktor politik, po që nuk i nxjerrin SMS-at jashtë. Edhe e katërta, jo vetëm çështjen që po tash po më kujtohet që e ka adresuar Ganigeci, po krejt qytetarët e Kosovës që dërgojnë ankesa për çështje të uzurpimeve. Edhe çfarë do lloji që vlerësohet që nuk është në interes publik, unë adresoj. Po adresimin tek aktorët dhe tek përgjegjësit, kjo nuk e kupton që do thotë unë duhet më dhoni llogari një personi fizik. Unë ju kam drejtuar me shumë respekt familjes Geci, kam deklaruar që kam vlerësim e konsiderat për veprimtarinë e tyre dhe angazhimin në rrethona të vështira posaçërisht të pas luftës. Ai më ishte adresuar tash me një ofendim, le të mbetet në domenin e gjithë secilit se çish vendos dhe çfarë fjalori përgjigj. Po kur flasim për thirrjet dhe për SMS-at, është shumë e rëndësishme që kultura politike e dikujt që pretendon me kon aktor i rëndësishëm në skenën politike nuk e lejon një çështje dhe një sjellje të tillë në të cilën është pretenduar të gjykohet një bisedë telefonike e kryetarit të Konjosa. Zonja Kusori, pse duhet me u konsideru bllokuese opozita në rast se ata nuk dështen me konsumu ndonjë shkelje kushtetuese? Nëse ka qenë vlerësimi tyre që mundet me u bë një shkelje kushtetuese, ata abstenun nga votimi, edhe nuk dashën me konsumu ato, pse duhet me u mendu kjo si blokade tyne? Në rast se kështu vlerësoj opozita, pse ju nuk e propozu, nuk vazhdojt me rënien e ditës edhe me propozu kandidatin e juaj, mos me paraqitju nëse kanë votu ose jo. Si e pare punës Marigona, parashihet që në seancë konstituive të gjithë deputetët prezent të marrin pjesë në votim. Ata sot bën shkeljen e radhës, nuk marrin pjesë në votim. Njëjtë sikur se kanë bërë shkelje kur nuk e kanë votuar raportin për certifikimin e mandateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe pastaj u rikthyen, reflektuan në atë vendim dhe pastaj morën pjesë në votim. Do thotë mos pjesëmarrja, prezenca dhe mos pjesëmarrja në votim paraqet shkelje. Për arsye se edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese e paraqet që të gjithë deputetët në seancë duhet të marrin pjesë. Votimi ishte i hapur, me sa kujtoj, dhe ishte për një procedurë. Mund ta kundërshtonin merrzimin e asaj. Për
të vazhdu të tjetrën. Po ata treguan që aktualisht në kuvend nuk ka pas quorum. Se në prezent në pjesëmarrje në votim ishin 56. Jo sa ishte, se nuk më kujtohet numri i sakt sa prezent kanë qenë në salla, kanë qenë 109, 112 apo se po ndryshon numri. Por nuk morën fare pjesë në votim. Vullneti i tyre nuk u paraqit përmes votës, po përmes mos pjesëmarrjes, që është në kundërshti me norma. Do thotë sikur të kishin interes për të vazhduar tutje ose për të shkuar te propozimi, kishin marrë pjesë në votim, e kishin rrezu votimin, kishin dalë te tjetra. Por ata fare s'marrin pjesë në votim. Në situata ku konkludohet ajo, mbyllet seanca. Dhe vazhdojmë në fal, kërkojndjes nuk mbyllet, ndërpritet, për arsye se vazhdon në njëjta seancë pas 2 dite. Do të vazhdoni ta vendosni në votim këtë votimin e fshet, procedurën për votimin e fshet, apo të hidhet në votim propozimi juaj për kandidat? Ta shohim se cili do të jetë rekomandimi i kryesuesit të seancës në raport me procesin e votimit dhe pastaj do të kemi një vendim. Por mbi të gjitha, edhe një herë, po e rikapituloj ose po e përmbyllim këtë deklarim para jush, nëse më lejon edhe kolegu Faton, që të themi se ju bëj thirrje me sinqeritetin dhe seriozitetin maksimal për detyrat dhe përgjegjësitë që i kemi si deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të gjithë deputetëve të Kuvendit, që të reflektojnë mbi situatën aktuale, që të marrin hapat e nevojshëm për të shkuar drejt zhbllokimit të kësaj situate dhe të procedohet me fillimin e rrjedhjes afateve për zgjedhjen e qeverisë. Kjo situatë është e paqëndrueshme, është e panevojshme dhe shumë e dëmshme për qytetarët e Republikës. Ju falenderit shumë. Është